është tentimi i pestë për votimin e kandidatës e vetëvendosës dhe sot jemi në këtë situatë ku jemi, e cila vërtet është për të ardhur keq, sepse ata deputet nuk janë zgjedh ato për të shty agendat e tyre, egot e tyre, por do duhet që të ishin aty për të mbrojtë interesat tona, për të shty agendat tona përpara, për të shty zgjedhjen e problemeve tona, të cilat janë të shumta dhe siç po shihet qasat janë të vogla që shpejt do të kemi konstituimin e Kuvendit të Kosovës, e mos flasim për zgjedhjen e qeverisë së re. Dhe gjithaj alarm për urgjenca kombëtare në ekonomi, në shëndetësi, në arsim politik të jashtme, në dialog dhe gjithë të tjerat, dhe jemi këtu ku jemi në fazën zero. A kanë qenë me të vërtet ato premtime, ato alarme para zgjedhjeve, dhe tash kërkush nuk është duke i diskutu, jemi të folë për kandidat, propozim, vot për ose kundër paka shumë pazare politike. Fatkeqësisht duket që deputetet e Kuvendit të Kosovës, po para tyre partitë politike, i kanë vendosur interesat e tyre para interesave të përgjithshme, sepse ndryshe nuk ka si të shihet kjo situatë tani, e cila, siç e thash edhe më herët, vërtet është për keqardhje, sepse Kosova qëndron shumë keq në shumë aspekte, të fillu prej aspektit sigurisë më së pari, aspektit socioekonomik, po dëgjojmë për ditë për shtrajtime, e mos flasim për pozitën e Kosovës në arenën ndërkombëtare, pas ndryshimeve të mëdha, pas ndryshimeve them kështu radikale në gjeopolitikën botërore. Për ne sillemi sikur se jetojmë në një ishull të vetmuar edhe nuk mvaremi as pak prej. Dhe kur thoni që po e vendosin në rend parë interesin partijak dhe jo atë të qytetarëve, çka i bie kjo, sepse partitë me do e mos garojnë për pushtet të vetin dhe jo të tjerëve, po qysh mundet dikush ta vendos interesin e partisë para interesit të qytetarëve? Si dallojnë këto qasje? Është legjitime që partitë të tentojnë të shtyjnë agendat e veta, programet e veta, të cilat në fakt i kanë paraqit edhe para elektorate gjatë fushatës para zgjedhore, vetëse ne kemi pasur ne ka ndodhur në shkurtë dhe ne i dim rezultatet e zgjedhjeve, e dim verdiktin e sovranit. Sovrani ka vendos ashtu siç ka vendos. Sovrani ka vendosur që njëra parti të fitoj bindshëm më shumë të vota, e ka marrë autorizimin me udhëheq me vendin edhe për 4 vite, veçse jo vetëm. Numrat s'po thojnë. Numrat nuk po thojnë, domethënë Sovrani ka kërkuar nga, apo qëndrimi i Sovranit është